Va bene.
Të dashur kandidat. Të dashur kandidat për deputet të opozitës, të dashur funksionar të lartë të Partisë Demokratike, të dashur kryetar të partive aleate, e dashur Tiranë. Të dashur bashkëmoshatarët e mi që më 11 maj votojnë për herë të parë. I dashur zoti Kris Lasivita, strategu i fushatës fantastike dhe triumfale të presidentit Trump. I nderuar profesor doktor Sali Berisha, lider historik i Shqipërisë. Mirë se keni ardhur në sheshin Nën Tereza, në sheshin e Fitores, në sheshin ku fillon rruga drejt shpëtimit të Shqipërisë, drejt Shqipërisë madhështore. Nuk mund ta fillonim ndryshe këtë manifestim të Fitores, pa atë marshë që ka shoqëruar Partinë Demokratike në sheshet e betejës për shpëtimin e opozitës dhe Shqipërisë. Juftoj të ndiqni e të nderoni himnin kombëtar të Shqipërisë interpretuar nga Renis Gjoka dhe band. I mirëpresim. Mirëmbrëma të gjithëve. Rreth flamurit të përbashkuar, me një dëshirë e një qëllim, të gjithë atje duke u betuar, të lidhin besën për shpëtim. Prej qa i largohet, që është lindur tradhëtor. Kush është burë, nuk frisohet, por vdes si një dëshmor. Prej lufteve qa i largohet, që është lindur tradhëtor. Kush është burë, nuk frisohet, por vdes si një dëshmor. Ka që bukur himni i kënduar këtë natë, si po kjo natë ka që e bukur në këtë mbrëmje në ngjyrat e Fitores. Do t'ju ftoja në një përshëndetje me duartrokitje për skuadrën e Fitores, për 183 kandidatët e listave të 12 qarqeve të Shqipërisë. Po të 12 qarqeve të Partisë Demokratike dhe Koalicionit Aleanca për Shqipërinë madhështore. Emrat e tyre do të gjëmojnë tani në këtë shesh njëri pas tjetrit. I mirëpresim. Kandidatët e Partisë Demokratike për qarkun e Beratit janë Eno Bozdo, Zia Ismaili, Valbona Toko, Fatmira Kola, Barit Mahmutaj, Lefter Maliqi,
Oltjon Merdari, Bestik Osmeni, Thomar Rumnici, Xhelal Mziu. Jemi në këto momente në qarkun dibër pra, Xhelal Mziu, Denisa Vata, Alketa Agolli, Pasir Çollaku, Xhemal Gjukshi, Përparim Spahiu, Ismail Uka. Kandidatët për qarkun Durrës janë Oert Bylykbashi, Artan Luku, Manjola Luku, Kent Strazimiri, Igli Cara, Skender Dika, Adriatik Hoxha, Jola Hysaj, Aulon Kalaja, Iliriana Kuçana, Viola Kullolli, Shqyqyri Mirtollari, Arjan Doja, Drec Pjetri, Edlira Shemsi, Pollum Shullazi, Andja Ulliri, Emri Vata, Petro Vokopola. Për qarkun Elbasan, Tomor Alizoti, Edmond Haxhinasto, Klodiana Çapja, Blendi Himçi, Aurel Bylykbashi, Ilirian Alliu, Ira Boja, Tritan Cani, Elsa Geka, Lumturi Hasa, Armaldo Llogjeri, Renato Kumria, Armonela Marku, Tritan Mitarja, Alis Narazani, Mustafa Pashja, Tritan Sejko, Qani Xhafa dhe Dashamir Xhika. Kandidatët e Partisë Demokratike për qarkun Fier: Luan Baçi, Brunilda Haxhiu, Sajmir Korreshi, Eduard Sharka, Gazmend Bardhi, Pelivan Bufi, Ledion Çala, Gentian Çela, Arben Çuko, Maltin Dogani, Ardian Fero, Ajet Kurguri, Silva Hasaj, Arben Hoxhaj, Gentian Koçi, Samena Malenaj, Pajtim Murrizi, Suzana Rama, Gersa Rudha, Lulieta Sejko, Fatjon Semanjaku. Për qarkun Gjirokastër kandidojnë Tritan Shehu, Mariklem Dervishi, Bajram Hysaj, Alma Kore, Arben Ristani. Në qarkun Korç, Ivi Kaso, Ledina Alolli, Ledion Nallbati, Anton Çaçani, Gentian Çala, Genti Çela, Cristiano Kocibelli, Fidel Kreka, Andrea Mano, Jorida Mazeliu, Brunilda Prifti, Edmond Spaho, Elsuida Villa. Për qarkun Kukës, Flamur Hoxha, Yusuf Çelaj, Elvira Peka, Shkëlqim Shehu. Për qarkun Lezhë, Agron Gjekmarkaj, Elda Hoti, Edison Toçi, Gjin Gjoni, Aleksandr Lala, Lindita Medaliaj, Kastriot Piroli, Viktor Tusha, Melisa Vuthaj. Në qarkun Shkodër, Luciano Boçi, Kliti Hoti, Greta Bardeli, Ramadan Likaj, Doc Ashta, Lodovik Hasani, Lilian Idrizaj, Ted Koptiku, Arben Lushaj, Aurel Markaj, Matilda Matia, Senada Mehmeti, Gentian Doj, Elmira Drevashaj dhe Bardh Spahia. Për qarkun Tiranë, kryetari i Partisë Demokratike, Zoti Sali Berisha.
Flamur Noka, Albana Vokshi, Perind Kolliçi, David Blushi, Josefina Topalli, Fatir Mediu, Edi Paloka, Erisa Gjigjo, Vesila Doda, Klevis Balliu, Besar Gjaferi, Ethem Aga, Ilir Ali Mehmeti, Erisa Bayaziti, Eduard Caca, Kreshtik Çollaku, Rivelino Çuno, Dhurata Çupi, Petrit Doda, Aslan Dojani, Mohil Gecaj, Petrit Gjorgji, Altin Goxhaj, Mimoza Hajdarmataj, Edith Harxhi, Arian Hoxha, Lisander Hoxha, Loranca Hoxha, Rudin Hylviu, Shpëtimi Trizi, Julia Iliriani, Albi Jahelezi, Salvador Kaçaj, Adriana Kalaja, Arnold Kariqi, Akil Kraja, Besim Kuka, Pranvera Kurtpalaj, Ilir Betaj, Grigel Zbuçullari, Muslim Murrizi, Jonathan Pano, Eldon Roshi, Sali Sheu, Lili Sula, Jorida Tabaku, Giulia Gjekaj, Hilda Zhulali. Për qarkun Vlorë, kandidatët e Partisë Demokratike janë Bujar Leskaj, Vangel Dule, Ina Zhupa, Atir Hoxha, Nada Daulja, Edmond Fetahu, Petraq Gjikuria, Alta Haluci, Monika Hoshafi, Artan Licaj, Romario Meminaj, Ridvan Mersinaj, Skënder Muço, Selaudin Neloj, Matilda Qurku, Mario Luna. Një duar drugitje për gjithë kandidatët e Partisë Demokratike, 183 deputetët që do sjellin fitoren me 11 maj. Se ne të rinj do të aprin fushatën, të prin do të aprin fitoren. Orez Berberi është një aktivist, një i ri i angazhuar. Ai ka zgjedhur të mos hesh dhe të përballet në të vërtetat. Ftojmë Oresti Berberin, e mirpresim.
emocionohesh kur ke gjithë ta njerëz përballë, gjithë ta njerëz plot shpresë. Me besimin në Zot, me atë lartë, ne jemi gjithmonë të parët. Ne jemi gjithmonë të parët në lista. Ne jemi të parët në shpirt. Ne jemi të parët për njerëzit. Ne jemi të parët në teren. Ne jemi kudo ku ata ka nevojë. Kemi qenë kur zëri i tyre është mohuar në për institucione. Ne kemi numër 1 në listë dhe ne jemi njishat. Njishat do të fitojnë. Ne jemi njishat dhe njishat do të ngrenë zërin. Njishat do të sjellin shpresën. Njishat do të sjellin të ardhmen në këtë vend. Në 11 maj, me besimin në Zot, ne do të fitojmë. Jo për ne, jo për listat e Partisë Demokratike, jo për deputetët e Partisë Demokratike. Ne do duam të luftojmë për ata që e duan këtë vend, për këtë popull dhe për këta njerëz të drejtë. Të nderuar njerëz, të nderuar shqiptar, të nderuar vëllezër dhe motra të rinj dhe të reja, kur të shkoni në kutitë e votimit, ju lutem, mendoni për ata që kanë ikur jashtë. Mendoni për ata që nuk e shtyn muajin. Mendoni për pensionistët që po vdesin spitaleve pa pasur fëmijët e tyre, pa i parë nipërit e tyre, pa i parë ata që i kanë bërë. Dhe më 12 maj, të gjithë së bashku, duke besuar në shpresë dhe të ardhme, Shqipëria do të gdhiet blu. Shqipëria do të jetë ajo që do të vendos në 12 maj, ashtu si që Zoti krijoi qiellin blu, ashtu do të vi 12 maj për Partinë Demokratike, ashtu si që Zoti krijoi detin, jo të lidhur me zinxhir, ashtu do të vi Partia Demokratike në pushtet. Prandaj si të djathtë, le ta nisim të fushat me këmbën e djathtë dhe jo më të majtë për ta shkuar Mysymet. Kam një thirrje për të gjithë ata patronazhistë. Mbase ju e dini kush jemi ne, por ju nuk e dini se me kë po merreni. Ju nuk e dini se kë keni përballë. Ju nuk e dini se kë keni sfinduar. Prandaj, bëni kujdes. Të gjithë së bashku jemi në këtë betejë me frymëzim, me shpresë, me të ardhme dhe mbi të gjitha, me një vizion të përbashkët. Ne do të luftojmë më fort se kur, ne do të luftojmë më shumë se çdo gjë. Dhe prandaj Zoti e bekov Shqipërinë, Zoti e bekov demokratët, fitore për gjithë ne, fitore për gjithë kombin shqiptar. Faleminderit.
nivelin ndërkombëtar, te eksperimentimet e papërgjegjshme në reformat arsimore. Një nga arsyet e përkeqësimit të arsimit është politizimi i skajshëm. Drejtuesit e shkollave janë kthyer në komisar politik, në patronazhistë që qëllimin kryesor kanë shërimin e mësuesve për të siguruar vota e për të mbushur sallat me mësuese nxënës në takime politike. Paaftësia dhe militantizmi janë të vetmet kritere të rekrutimit të administratës arsimore në zyrat vendore dhe drejtoritë rajonale. Mungesa e meritokracisë demotivon mësuesit, shpërfill vlerat, cënon dinjitetin.